Mirëmbrëma të gjithëve, do ta nisim emisionin e sotëm me një urim për të gjithë besimtarët katolik, gëzuar Pashkët, ndërkohë ne bashkë do të jemi në këtë hapësirë televizive për afro 1 orë për të njohur me zhvillimet ekonomike të javës që po mbyllim. Gjatë kësaj jave, çmimi i naftës kaloi kufirin e 220 lekëve për litër, shka detyroi qeverinë, sikundër edhe e kishte premtuar, të ulë me 20% aksizën e naftës. Ndërkohë, gjatë kësaj jave, qeveria miratoi dhe skemën kombëtare në bujqësi. Buxheti i kësaj skeme ka shifrën e 5.2 miliard lekëve, por ndërkohë ajo çfarë të bie në sy është heqja e mbështetjes së naftës pa taksa. E teksa mbështetja e naftës pa taksa është hequr tek bujqësia, ajo pritet të kalojë në një tjetër sektor siç është ai transportit publik. Kërkesa operatorëve është për të subvencionuar çmimin e naftës për shkak të shtrentimit të saj me 100 lekë për litër, ndërkohë pritet vendimi i qeverisë. Nga 1 prilli në sektorin e shërbimeve shëndetësore do të ketë paga indikative, njësoj si edhe në sektorin e ndërtimit. Qëllimi i vendosjes së tyre është shmangja e evazionit në tregun e pagave. Ndërkohë, gjatë muajit prill ka nisur aplikimet për gjithë bizneset që janë përfitues të kompensimit për rritjen e pagës minimale për punonjësit e tyre. Ndërkohë, gjatë kësaj jave, pra sikundër e përmenda në emisionin e sotëm, do të ndalemi tek skema kombëtare në bujqësi, e cila u miratua nga qeveria dhe që parashikon pra një mbështetje direkte për fermerët në disa fusha të ndryshme. Nëse do të shikojmë buxhetin që ka parashikuar gjatë këtij viti, ai arrin në 5.2 miliard lekë dhe një vit më parë në 2025 buxheti ishte 4.4, ndërkohë që mund të themi se jemi në të njëjtat shifra të mbështetjes me skemën kombëtare si në vitin 2024 në nivelin e 5.2 miliard lekëve. Sikundër e përmenda, ajo çfarë ishte risia e kësaj skeme ishte përjashtimi i fermerëve nga mbështetja e naftës pa taksa. Nëse do të referohemi të dhënave, rezulton se një skemë e tillë apo një mbështetje e tillë është aplikuar në 5 vite, nga viti 2021 në vitin 2025, duke kulmuar në vitin 2023 me 54.000 përfitues, por duke parë që në vitin pasues, pra 2024 dhe 2025, kemi një rënje të përfituesve. Në total, në 5 vite, kemi rreth 90 milion euro të shpenzuara për fermerët për të ofruar naftën pa taksa. Por pse qeveria u detyrua të ndërmarrë një vendim të tillë? Ndjekim çfarë ka thënë Ministri i Bujqësisë dhe kthehemi në studio. Skema e naftës është një skemë për uljen e kostove të prodhimit dhe është mbështetur me buxhet të drejtë për drejtë për fermerin. Me skemën cilin ne kemi miratuar dje me qeverinë shqiptare dhe po paraqisim sot ju dhe opinionit publik për të aplikuar pranë skemës kombëtare, është një skemë gjithëpërfshirëse ku mbulohen të gjithë fermerët në uljen e kostove të prodhimit. Qoftë nga skema e 10% të autofaturimit të tyre, por edhe mbështetjes në masat e çdo skeme për të përfituar dhe për të ulur kostot dhe për të mbështetur nga ana e qeverisë shqiptare. Por çfarë parashikon konkretisht skema kombëtare e miratuar nga qeveria gjatë kësaj jave? Ajo çfarë është një risi tjetër e kësaj skeme është për investimet e reja parashikohet një fond prej 1 milion lekësh apo 10.000 euro. Sipërfaqet e mbjella do të përfitojnë deri në 10.000 lekë për hektar, do të jetë mbështetja për lopë që arrin deri në 12.000 lekë për krerë, do të ketë mbështetje për koshere bletësh që arrin në 20.000 lekë për koshere, por do të ketë edhe mbështetje për të imtat me 1.500 lekë për krerë. Në emisionin e sotëm ne do të analizojmë pak më konkretisht këtë mbështetje që ofron qeveria me skemën kombëtare, çfarë do të thotë ajo për fermerin dhe si do të ndikojë heqja e mbështetjes së fermerit për naftën pa taksa në një realitet të ri pra që po kalojmë me një çmim kaq të lartë të çmimit të naftës. Por jo vetëm, në pjesën e tretë do të analizojmë edhe mbi aplikimet apo do t'japim gjithë informacionin e nevojshëm mbi aplikimet që duhet bëjmë bizneset për të përfituar nga kompensimi për rritjen e pagës minimale. Për gjitha këto, na ndiqni. Mirë, në këtë pjesë të parë të emisionit ne do të analizojmë pak më në tërësi sektorin e bujqësisë dhe konkretisht dhe veçanërisht edhe skemën kombëtare të miratuar gjatë kësaj jave nga qeveria dhe kam kënaqësinë që këtë analizë ta bëj me ish ministrin e bujqësisë që është i ftuar im sot, zotin Edmond Panariti. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Ekozon. Kënaqësi për mua, faleminderit për ftesën. Zoti Panariti, në fakt kemi folur shumë herë për sektorin jetik që vazhdon të quhet i tillë i ekonomisë që është bujqësia, por duket sikur politikat ndaj këtij sektori më e pakta kanë qenë të paqëndrueshme gjatë viteve, por patjetër edhe të pamjaftueshme për shkak edhe të mungesës së fondeve. Por si mund ta përkufizoni ose si mund ta komentoni ju këtë qasje të qeverisë ndaj vite, ndaj sektorit kryesor që është bujqësia? Ju e thot mirë që bujqësia tashmë është në rënje të lirë.
Dhe gjithë treguesit e zhvillimit ekonomik të vendit tregojnë bujësinë në rënje të paktën për një periudhë 4-5 vjeçare, dhe kjo dëshmohet edhe në uljen e kontributit të saj në prodhimin përgjithshëm bruto. Në 2017, kur ne ishim në qeveri, kur e lam, ka qenë 20% kontributi saj në prodhimin e përgjithshëm bruto. Sot bëhet fjalë për 15%, po unë kam bindjen që është edhe më poshtë, për arsye sepse bujësia jon nuk është konkurruese, prodhon me kosto shumë të lartë nga pamjaftueshmëria e fondeve. Kjo tregon që bujësia as ka qenë as mbetet prioritet e kësaj qeverie. Pra, t'i japësh bujësisë një fond miran, do thoja, prej 50 milionë eurosh, ndërkohë ku ke të bllokuar edhe fondet e IPARD-it, që kanë qenë oksigjeni i bujësisë, do thosh i bujësia tashmë është në mbijetesë dhe drejtësuaris. Janë disa tregues, përveç kontributit në prodhimin përgjithshëm bruto, ne kemi edhe rrudhjet sektorëve të rëndësishëm, për shembull kemi aktualisht më shumë se gjysmim të numrit përgjithshëm të krerëve. Për shembull, në vitin 2017 kemi pasur rrotull 500.000 krerë lop, tani kemi 226.000. Kjo që tregon për një katastrofë të blegtorisë, dhe kjo lidhet me faktin që blegtoria jonë nuk mbështetet me fonde, pra bujësia në tërësi, për të mos e zgjatur me statistika, nuk ka qenë prioritet dhe vazhdon të diskriminohet, dhe kjo për fat keq manifestohet edhe në skemat aktuale të mbështetjes së bujësisë, për cilat besoj do kemi kohë për të folur më. Jo, po, doja të ndalesh edhe pak tek çështja e mbështetjes nga ana financiare. Ne shohim që kemi institucionet fiskale, tatime, dogana, daljen dhe flasim për një tejkalim planesh, kemi një mbledhje rekord të ardhurash. Në finale, kur këto para nuk shkojnë tek sektorët prioritar, që siç është bujësia në rastin konkret, nuk e di, është një mungesë idesh, është një mungesë keq orientim i parave, i fondeve, apo si mund ta komentojmë? Është thjesht papërgjithshmëri, për arsye sepse bujësia nuk është vetëm motori i ekonomisë shqiptare, është vetëm sektor prodhues, sektorët e tjerë ke sektor shërbimi dhe sektori fasoni i cili proponon vendin e parë, kurse bujësia mbyll komplet ciklin. Pra prodhon, proponon, del në tregun e brendshëm, del në eksport. Pra është një papërgjithshmëri ndaj këtij sektori, i cili është sektor strategjik, pasi ka të bëjë me sigurinë e ushqimit për popullatën. Në një botë, ju e dini që është tashmë e trazuar, ne kemi luftë në Europë. Pra kemi frontin ruso-ukrainës, kemi linjën e mesme, cila po zien, që po të rëndit tregjet, të gjithë vendet po orientohen drejt bujësisë, për të patur mundësi për të ushqyer popullin e tyre edhe në eventualitetin e bllokimit të tregjeve. Luftrat i bllokojnë tregjet. Kjo dihet. Prandaj, po ta shikoni edhe në Bashkimin Evropian, ne kemi 3 shtete, është Italia, Franca dhe Holanda, të cilët kanë ndryshuar emërtimin e Ministrisë Bujësisë. E quhen Ministria e Bujësisë dhe e Sovranitetit Ushqimor. Pra bëhet fjalë për sovranitet ushqimor brenda Bashkimit Evropian, që është treg i përbashkët. Pra synimi është nga këto shtete, edhe jashtë përtej politikave të përbashkëta të zhvillimit bujësisë, ato që quhen Common Agricultural Policies, të bëjnë ç'është e mundur që pothuajse ushqimin për popullatën e tyre ta sigurojnë nga burimet e brendshme. Po ne çfarë bëjmë? Ne praktikisht prodhimin e brendshëm, atë bujësor dhe blegtoral, e kemi në minimumet historike, ndërkohë kemi një dominim absolut të importeve. Nëse të bashkë do dalim tek një treg që e keni këtu afër, dhe nuk po flas për mishin, për qumshtin apo për dritat, po flas për frutat dhe perimet, për cilët ky vend duhet kishte një avantazh të jashtëzakonshëm krahasues, për arsye se ka 300 ditë me diell, mesatarisht, ka ujë, ka tokë pjellore dhe është vendosur në pozicionin më përshtatshëm gjeografik të mesdheut për garantuar prodhim jo vetëm për plotësimin e nevojave të brendshme, por edhe për eksport. Ju shikoni, dilni, ke rushin nga Moldavia, i ke partate... Kemi produkte importi, pra. Totalisht, pra edhe perimet, për fat keq, po dominojnë aty ku ne kishim pikën tonë fort. Pyetja që shtrohet në një bllokim eventual të tregjeve, me çfarë do ta ushqesh popullin shqiptar? Lëre pastaj për bujësinë si motor ekonomik i vendit, i zhvillimit të saj, po thjesht për nevojat bazë të popullsisë. Sa je në gjendje për siguruar
furnizimin me popullsinë. Zoti Panariti, ne gjatë kësaj jave në fakt u njohëm edhe me vendimin e qeverisë për sa i përket skemës kombëtare në bujqësi. Është një skemë e cila miratohet vit pas viti ku me fondet të buxhetit të shtetit mbështeten fermerët në disa forma dhe në disa mënyra pra po themi të ndryshme. Unë në fakt ju lexova një analizë tuaj e kishit konsideruar si një skemë antikombëtare. A mund të na thoni pse konkretisht kështu? Kjo nuk është metaforë, se ndonjëherë njerëzit janë të prirur që përdor metafora për të caktuar shkallën e degradimit të bujqësisë. Ky është një realitet. Ajo është skema antikombëtare sepse është përjashtuese. Ja u them unë pse është përjashtuese. Për shembull, një zë kryesor i mbështetjes së bujqësisë është pagesa për çdo njësi të sipërfaqes. Është vënë që për fermat të cilët kanë më tepër se 3 hektar, do të jepet një mas për 100.000 lekësh për hektar. Më thoni ju, sa ferma në Shqipëri ka përcejnë nivelin e 3 hektarëve? Vetëm 6% të fermave. 94% e fermave të tjera nuk e plotësojnë këto kriterë, prandaj përjashtohen nga kjo mas financimi. Prandaj të vendosësh të tilla pragje është një gjë antikombëtar, sepse ti përjashton 94% të fermave. E njëjta gjë mund të flitet për blegtorinë. Për shembull, është vendosur si kriter që duhet të kesh mbi 10 krerë lop për të përfituar fondet e subvencioneve. Statistikat e Instatit, po dhe të FAO-s, dëshmojnë që 92% e fermave blegtorale në Shqipëri nuk arrin numrin e 10 lopëve. Tipikisht lëvizin nga 5 deri në 7 lopë. Atëherë, po ky kontingjent 8% është vetëm ai që do të përfitojë nga fondet e blegtorisë dhe 92% që është pjesa dominuese, që është blegtoria e vogël dhe e mesme, përjashtohet. Prandaj e thash dhe një herë, nuk e thash për metaforë. E thash sepse jam i bindur që një skemë e tillë përjashtuese, e cila në vetvete është dhe antikushtetuese, për arsye sepse në një nën të kushtetuesës thuhet qartë, askush nuk mund të diskriminohet për pamundësi ekonomike. Pra fakti që ai nuk ka mundësi ekonomike për të pasur një fermë më tepër se 10 krerë apo më tepër se 100 krerë të imtash, nuk e bën atë të përjashtohet nga skema kombëtare. Absolutisht jo. Dhe unë do të thoja që opozita duhet bëj një ankesë edhe në gjykatë për këtë mas diskriminime që po i bëhet bujqësisë. Po jo vetëm këto kufizime, zoti Panariti, po ne ajo çfarë na tërhoqi vëmendjen ishte si gati një vendim surprizë që në këtë skemë të miratuar u përjashtuan fermerët apo u hoq mbështetja e naftës pa taksa. Ne shohim që ndër vite kjo ka qenë një skemë e cila kanë përfituar në kulmin e vet në 2023 kanë përfituar rreth 54.000 fermerë, çka tregon një lloj interesi të lartë për fermerët që mund të punojnë tokën e tyre pra kundrejt një litri nafte që mund ta marrin me një çmim të përgjysmuar të përjashtuar nga taksat. Keni ndonjë ide pse qeveria ka mbritur, sepse zyrtarisht nuk është se u kuptua qartë arsyeja. Sipas ministrisë thuhet që skema u përdor për të zyrtarizuar fermerët, sepse përfitonin ata me nipt, dhe sipas tyre ky qëllim konsiderohet deri diku i arritur? Shiko, në tregun e lirë, nafta është në maksimumin historik, do thoja, është 2.200 lekë të vjetra, litri naftës. Dhe në punët në bujqësi, që janë kryesisht plugim, diskim, lërim, frezim, apo dhe ngroja e serave, nafta zë 70% kostos. Pra praktikisht duke mos e subvencionuar naftën, i praktikisht ngarkon me një kosto shtesë të lartë prodhimin bujqësor, i cili për pos që nuk përfiton fonde nga buxheti i shtetit, i hiqet dhe një mas shumë efektshme që ishte subvencionimi i naftës, e cila mund të bëhej ose duke shpërndar naftë të lirë, duke hequr aksizën, taksën qarkullimit, ose ajo që për mua ishte dhe më efektive, duke paguar për çdo njësi prodhimit kultivuar të matur, direkt me para në dorë, pra duke llogaritur koston e naftës që ai përdor për lirim, diskim, frezim apo për prodhim të serave, kjo konvertohet në parat që do ishe për mua akoma dhe më efektshme. U hoq kjo mas dhe ajo që
Unë do të thoja, kjo është një ftesë e hapur e fermerit për të kaluar ke parmenda, se askush nuk ka më mundësi për të përdorur motokultivator apo traktor, për arsye se nuk e justifikon këtë. Pra bujqësia bën dhe një hap pas, drejt primitivizimit të saj. Pra, ta lësh fermerin përballë çmimeve të tilla të tregut me një naftë minimalisht gjatë kësaj jave mbi 220 lek për litër, që ne nuk e dim se si do të jetë ecuria e mëtejshme? Kjo është një papërgjithshmëri, sepse ne kemi mbajtur subvencionin e naftës edhe në kushte normale, jo më në një situatë të tillë ku nafta po shkon në stratosferë, dhe ajo në një farë mënyrë lidhet edhe me efektin zinxhirit dhe plerat kimike. Plerat kimike janë derivatet e naftës, prodhohen nga gazi natyror. Pra dhe plerat kimike po ju jap një statistikë. Aktualisht në bursën botërore, plerat azotike që janë baza, ka dhe plerat fosfatike, po plerat azotike, shiten rreth $500 për ton në bursë. Fshin një tan, po flasë Itali dhe Greqi, e shesin për fermerin e tyre rrotull €600 për ton. Në tregun shqiptar është €850 për ton. Më thonë spekulimi, edhe kjo, përballë një autoritet konkurrence i cili i krahason këto çmime dhe nuk bën asgjë. Pra, edhe një kosto shtesë nga çmimet e papërballueshme të plerave kimike. Pra, kosto e lartë nga pamundësia e furnizimit me naftë me çmime të favorshme. Kosto e lartë nga plerat azotike dhe dyta, ngarkimi me 20% të TVSH-s. Është shpallur që do të bëhet një rimbursim 10%. Nuk e di ma do të ndodh. Po praktikisht e pranoi Ministria e Shëndetësisë. Praktikisht ti ke një TVSH, se unë habitem pse do t'i futesh ti mekanizmi ka i të ndërlikuar, pra po ta lëm 20%, pastaj të rimbursojmë 10%. Bëjë si që ka Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian për produktet bazë bujësore nuk i futës kësa historie. A i ka caktuar me një mesatare për 6% për prodhimet bujësore. Kurse kjo është një skeme kamufluar e cila pastaj jo dorëzoi faturën, pastaj kemi apo s'kemi fondër për rimbursim, po fakti është që në momentin që del në treg prodhimi kombëtar ngarkohet me 20% kosto shtesë, përpos kostove që vinte nga nafta e shtrenjtë, përpos kostove që vinin pastaj edhe nga mungesa subvencioneve dhe nga pamundësia e përfitimit nga fondet i partë. Zoti Panariti, për këto dy arsye kryesore që ju përmendët, që janë shtrenjtimi i plerave dhe sigurisht çmimi i lartë dhe i shtrenjtuar i naftës, çfarë mund të themi, çfarë na pret në ditët dhe muajt në vazhdim? Prodhimi i ri që pritet të hidhet në treg së shpejti vendas, do të jemë me çmime, mund të kërcënohemi nga një shtrenjtim i ndjeshëm i çmimeve të produkteve tona, të prodhimit vendas? Aktualisht domatja është me 4.600 lekë kilogrami. Surprizues, si pa hasur dëgjuar më. Aq merr në ditë një pensionist, i bie që vetëm 1 kilo domate. Dhe kjo tregon që ne jemi futur në një spirale të një krize të furnizimit nga prodhimi i vendas dhe padyshim çmimet do të përcaktojnë ato oligopolet të cilët importojnë prodhimet nga jashtë. Pra, normalisht ne do të ndodhemi tashmë nga një imponim i çmimeve nga importet, nga pak duar që kontrollojnë importet e prodhimeve bujësore, sepse nuk ka ofertë prodhimit vendas. Për arsyet që tham, për kostën e përballueshme, për taksat e larta dhe mos të qenit konkurrues. Për këtë arsye, unë nëse do të vazhdoj dhe nuk ka gjasa që të ndryshoj se tashmë ai buxhet është ai që është, unë do shikoj një rrudhje të mëtejshme në prodhimin bujësor dhe një braktisje të bujësisë nuk ka më interes për të marrë. Do shihni rrudhje apo do shihni shtrenjtim? Do kemi rrudhje e cila do shihni shtrenjtim, sepse praktikisht vetëm oferta e prodhimit vendas e kundërbalanson çmimin. Importi pastaj vendos ai. Normalisht po ta shikoni çmimet e importeve, edhe në një krahasim, po të shikoni në marketet tona ushqimore, prodhimet e importit janë më të shtrenjta se në vendet e tyre të origjinës. Nuk po flas për një shtrenjtim më 10 deri 20%, që është normale, sepse ai importon prandaj. Po flas gati 2 fishim. Në ca raste janë dhe 3 fishim sipas një studimi. Bëni një sondazh dhe shikoni, pra ti ndodhesh në shtypjen mizore të çmimeve. Po mos harrojmë se kemi një TVSH 20%, vendet e tjera të Europës për produktet ushqimore kanë një TVSH të diferencuar. Pikërisht. Kaq na mjafton për të patur çmime të shtrenjta. Unë po flas për paketën ajo që quhet shporta, prodhimet bazë ushqimore, të cilët duhen në këtë situatë të kenë një TVSH minimale, të themi në mesataren e Bashkimit Evropian 5 deri në 6%. Gjë që nuk po ndodh. Le të shpresojmë që të kemi një qetësim të situatës të paktën për sa i përket situatës në tregjet ndërkombëtare.
sidomos të çmimit të naftës, që e cila është edhe baza kryesore për të patur një shpenkim. Nuk mund të ecet me inshallah. E vërtet, po. Pra, normalisht shteti është aty për të marrë masat dhe askush nuk është në gjendje për të bërë prognozën e zhvillimit botëror. Mund kemi lehtësim, dëshirojmë atë, po mund kemi përkeqësim. Dhe shteti duhet të jetë i përgatitur që prodhimi vendos të jetë në gjendje të mbulojë nevojat e tregut dhe të ushqejë popullatën. Megjithatë, zoti Panariti, për të mbetur sërish ke çështja e skemës kombëtare, domethënë vërtet mund të jetë hequr mbështetja e naftës pa taksa për fermerët, por fondet si para, po themi, kanë mbetur, pasi janë rishpërndar në forma tjera. Për shembull, risia e skemës është edhe për investimet e reja ofrohet deri në 10.000 euro. Si e shihni ju këtë mas? E cila nuk ka qenë, nuk është aplikuar vitet e tjera. Po, kjo është pozitive, dhe në fakt ka qenë pjesë e propozimit tonë, që duke nisur nga fakti që struktura e prodhimit bujqësor në vendin tonë është kryesisht biznes i vogël dhe i mesëm, për të inkuruar familjet e reja që duan të merren me bujqësi, duhet t'u japësh direkt një pagesë upfront të menjëhershme për 10.000 eurosh. Në mënyrë që ai ta mendojë seriozisht merret me bujqësi. Dhe 10.000 euro nuk janë pak, duket sikur është apo 10.000 milion të vjetra. Nuk janë pak. Po çfarë mund të bëjë një njeri me 10.000 euro? Në këtë sektor, zoti Panariti. Se shumë fermer për shembull thonë që është një gjë krejtësisht minore që nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë, po ju them unë çfarë mund të bësh me 10.000 euro. Mund të blesh 1.000 krerë pula për vezë. Po. Krijon një fermë. Po. Mund të blesh 6 lopë qumshe. Mund të krijosh një park bletosh. Pra, 10.000 euro, mund të krijosh një mini fermë me pemë frutore. Pra, sigurisht... Ja, disa ide për të gjithë të rinë që duan të investojnë. Shiko, bujqësia është sektori i vështirë, po për ta filluar nuk duhet shumë, pra, natyrisht duhet të orientohesh aty ku ka leverdi, pra, jo aventura për investime të mëdha, por duke krijuar mini ferma dhe mundësisht duke lidhur ato dhe me turizmin. Praktikisht, turizmi në Shqipëri po lidhet, po rritet, kemi flukse turistike që po i shtohen Shqipërisë dhe ata duan të provojnë ushqime tradicionale. Lëvizin në gjithë Shqipërinë, veçanërisht turistët me çanta shpine dhe turizmi aventurës dëshiron të provojë ushqime tradicionale. Dhe një fermë e vogël e shoqëruar me një mini restorant mund t'i ofrojë atij produktet lokale të asaj ferme që thash me 1.000 pula për mish, vezë, bio, apo qumshin nga ata lopa, apo të themi nga 60 apo 70 dhi të cilët mund t'i mbarshtosh, dhe ja u futën në biznes. Por pos kësaj nuk mjafton vetëm pagesa e menjëhershme e një granti për 10.000 eurosh, po ati biznesi familjar të cilit e ke inkurajuar dhe ne jemi të lumtur që i është futur kësaj sipërmarrje për 5 vite 0 taksa. 5 vite 0 taksa. Derisa të rimë këmbët. Kjo është mënyra më e mirë. Kjo është mënyra më e mirë për ta populluar Shqipërinë. Askush nuk mund ta popullojë Shqipërinë vetëm me apele, mos ikni, mos e lini vendin. Është më tepër tani që ne e dimë që zonat rurale pothuajse është normale. Pra, thjesht me një pagesë të menjëhershme 10.000 euro për të krijuar një mundësinë për të krijuar një mini fermë dhe duke e çliruar për 5 vite nga pra kjo është një risi pozitive. Pra është pozitive. Të shohim a do ta mbajmë. Kurse të tjerat janë pak më kufizuese. Kështu ka qenë pothuajse vit pas viti, nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh, pavarësisht disa ndryshimeve të... Buxheti i bujqësisë nuk është pothuajse i pandryshuar. Do të thonë ai buxhet në ato nivele ka treguar që është një dështim i plotë për bujqësinë. Bujqësia me këtë lloj buxheti gjithmonë ka një tendencë rrudhje dhe ullje. Derisa të kemi një vendim zyrtar nga Bashkimi Evropian për hapjen e programit i parë 3 që qeveria pretendon se është shumë optimiste që do të hapet brenda 6 mujorit të parë, por ende nuk ka sinjale të kësaj natyre. Zoti Panariti, në këtë realitet të ri që po kalojmë, a mendoni se me këto politika që janë në fuqi për sektorin e bujqësisë, a garantohet një prodhim i qëndrueshëm? Nuk garantohet prodhimi i qëndrueshëm dhe duhet të riparë skema në total. E para punës duhen hequr pragje diskriminuese. Siç thash, është një prag antikushtetues. Nuk mund të diskriminohet dikush që nuk ka mundësi të ketë mbi 10 krera, që ka mundësitë ekonomike, apo më tepër se 100 krerë, duhet hequr. Por praktikisht fakti që mban qoftë dhe një dele,
të bën ty të kualifikuar për të aplikuar për aq para sa të takojnë për numrin e krerëve. Aq më tepër që ky është dhe fizionomia e bujqësisë shqiptare. Ky vend gjithmonë bizneset vogla dhe të mesme ka pasur. Të rrallë kanë qenë ata që kanë pasur ferma të mëdha. Prandaj ne duhet të nisemi nga realiteti dhe skemën duhet t'ia përshtasim realitetit. Prandaj duhet hiqen, duhet përfshihet në financim dhe ajo masë që është e privuar tashmë nga këto pragje diskriminuese, se siç u thash ke përjashtuar 94% të fermave sepse kanë më pak se 3 hektar. Ke përjashtuar të themi 92% të fermave elektorale se kanë më pak se 10 krerë. Paktën shifrat thonë se ka 350.000 fermerë, nga të cilët diku ke 50 deri në 60.000 përfitojnë mbështetje nga shteti. Kaq mjafton për të treguar realitetin e sektorit. Pra përsa kohë që sektori diskriminohet, pjesa më e madhe janë jashtë fondeve, kjo tregon që bujqësia nuk ka asnjë lloj shansi për të rrimë këmbur, sepse siç thash, fizionomia struktura e bujqësisë shqiptare është biznes i vogël dhe biznes i mesëm. Bizneset e rralla janë zhvillime të fundit, të cilët në një farë mënyrë edhe ato janë në momentet e hezitimit, sepse po shikojnë që nuk po mundet të përballen me një import i cili vjen nga që subvencionohet rënd në vendet e origjinës, vjen me kosto shumë më të ulët, me taksa më të favorshme se TVSH nuk ngarkohet me 20%. Dhe në një farë mënyrë godet rënd dhe penalizon prodhimin kombëtar. Zoti Panariti, unë falenderoj që ndave me mua këto opinione. Kënaqësi dhe për mua, faleminderit. Nderuar miq, kemi një shkëputje publicitare dhe do vijojmë edhe në pjesën e dytë të flasim për skemën kombëtare në bujqësi dhe do të flasim konkretisht me një fermer për të kuptuar më mirë se çfarë do të thotë për fermerin të përjashtohet apo të mos mbështetet me naftën pa taksa, vetëm pas pak.